Të martën u raportua lajmi se kreu i Gardës Republikës së Shqipërisë Ermal Onuzi ka dhënë dorëheqjen. CNA ka zbuluar arsyet e dorëheqjes së Ermal Onuzit, pas së cilës fshihen skandalet e ndodhura gjatë drejtimit të Gardës nga Onuzi. Ajo që u raportua si dorëheqje e zakonshme në fakt ka qenë një largim i detyruar pas urdhrit të kryeministrit Edi Rama për të mbuluar disa dhjetra skandale brenda Gardës së Republikës. CNA ka zbuluar një letër që efektivët e Gardës i kanë dërguar kryeministrit Edi Rama dhe ministrit të Brendshëm Ervin Hoxha. Ata shprehin shqetësime për problematikat e lindura me ardhjen e Ermal Onuzit në krye të Gardës së Republikës. Onuzi akuzohet për sjellje skandaloze dhe shkelje të rregullore së Gardës së Republikës së Shqipërisë. Në letrën e siguruar nga CNA drejtuar kryeministrit Edi Rama dhe ministrit të Brendshëm Ervin Hoxha, thuhet se komandant Onuzi dhe drejtorët e tij bënin emërime të palishme dhe pa konkurim, duke shkelur kështu në mënyrë brutale ligjin. Po ashtu theksohet se ka pasur lëvizje të punonjësve pas një motivacion dhe në përkëmbje të efektivëve të cilët keq përdoreshin nga kreu i Gardës dhe drejtorët e tij. Dorëheqja e detyruar e komandantit të Gardës erdhi nga ankesat e shumta të efektivëve drejtuar kryeministrit Rama se Onuzi abuzonte me detyrën e ngarkuar, si dhe fakte të tjera skandaloze, të cilat do t'i publikojmë në vijim.